Pas një muaji agjërimi dhe sakrificash, besimtarët mysliman do të kremtojnë nesër festën e Fitër Bajramit. Për myftiun e Vlorës Ardito Çllaku në prag të kësaj feste besimit mysliman janë bashkuar shumë të rinj. Atëherë besimi është ushqimi më i mirë i shpirtit të njeriu dhe sot jetojmë në një kohë ku materialet deri në një farë vendit është plotësuar. Dhe tashmë fëmijët nuk vuajnë më për diçka materiale sepse mirëqenia, edhe pse me vështirësi ekonomike, mirëqenia është rritur dhe kanë atë poshtllëkun që duan të besojnë dhe ta mbushin atë. Duke marrë parasysh edhe forcën e mediave, pra vizive, rrjetet sociale, për informacionet që po japin, por jo vetëm hoxhallarët, tashmë po japin edhe doktorët, po japin edhe psikologët, po japin edhe sociologët, po japin shumë njerëz vlerën që ka kur ti përkushtohesh besimit, kur i përkushtohesh besimit në Zot. Sepse besimi në Zot është tamam si ajo aspirina apo ilaçi që është konkretisht për dhimbjen e kokës apo për dhimbjen e trupit. Qytetarët të Vlorës, për çdo besimtar kudo që ndodhet, ti përkushtohen Zotit, ti përkushtohen familjes tyre, ti përkushtohen vendit tyre. Nëse një njeri është i mirë me familjen e tij, me kombin e tij, me vendin ku jeton, është i mirë edhe me Zotin. Nuk mund të jetë një njeri që s'ka marrëdhënie të mira familjare dhe marrëdhënie të mira me njerëzit, nuk mund të ketë marrëdhënie të mira me Zotin. Sipas myftiut Çllaku, Fitër Bajrami do të falet ditën e diel në Pallatin e Sportit dhe për këtë, sipas myftiut, përmes një njoftimi të publikuar në rrjetet sociale, bëhet me dije se ceremonia do të nisë në orën 7:30 me leximin e Kuranit dhe ligjëratën, ndërsa namazi do të falet në orën 8. Myftinia e Vlorës njofton gjithashtu se pritja tradicionale do të organizohet pranë xhamisë së Plumbit nga ora 10:12 në Bar Holiday. Për besimtarët, kjo ditë shënon shpërndarjen e lëmoshës, solidarizimin me të varfrit, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi të gëzojnë së bashku këtë festë. Pasi besimtarët të kryejnë faljen e namazit, festimet vijojnë me drekën e Bajramit e më pas me vizita mes miqve dhe të afërmve.